Më pëlqeu shumë kjo, pas çdo pyetje është përse pas zgjedhjeve, sepse kjo duhet në gasari, kjo njihet si ndarje midis kësaj epokave. Pra, ka një epokë para dhe pas. Para Krishtit, pas Krishtit. E ke parasysh para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve. Para gjyqit, pas gjyqit. Ti do më thuash Arjan, nuk kanë lidhje fare me zgjedhjet. Unë them le ta lëmë të hapur debatin. Okej. Atëherë, nuk do të pyes përse pas zgjedhjeve, sepse ti mendon që dhe kjo nuk ka lidhje fare me zgjedhjet. S'ka dhe ta shpjegoj pse s'ka lidhje. Atëherë, para të më shpjegoj pse s'ka lidhje me zgjedhjet, kulla në këto 18 minuta fikse kanë mbetur deri në orën 10, pastaj do të lë të lirë se ke angazhime të tjera. Çfarë është kjo histori me sekuestrimin e shtëpisë ku kanë jetuar për vite me radhë zoti Veliaj me zonjën Xoxa dhe me fëmijën e tyre? Atëherë nuk kanë sekuestruar shtëpi, kanë sekuestruar një apartament sipër tyre dhe një garazh. Nuk kanë sekuestruar shtëpinë ku kanë jetuar? Jo, është një apartament sipër. Ai që u tha që është një aktor, më duket. Edhe është një garazh. Tashi besoj që po pse e sekuestruan atë dhe jo shtëpinë, se kuptoj. Po tash do vim aty. Ma thuaj pak. Besoj që të kujtohen dy sentencat që unë të kam thënë këtu. Ka dalë shejtani nga shishja. Po është e bukur shumë. Dhe kur bie nga fiku, ajo është tjetër ajo. Ajo është tjetër gjë. Më fal, është tjetër gjë ajo. Dhe kur të përdunon kadiu, pyeta. Edhe Zoti s'të bën derman. Ti e i pari ka fut dhe gubi një super batut me përdunimin, a? Cila është? Se dëgjoj gubin. Jo. Do ta bim refrenat, është perë. Kam dhe pyetje pas pak kur dim. Përdunimi që nuk e eviton dot, përdunimi që nuk evitohet, shijohet. Duhet të shijohet. Duhet. Tani, çështja është që në rastin konkret, gjithë historia e Erion Veliajt, unë ja kam thënë para se të arrestohet, një disa javë përpara, i kam thënë ti je në pozitën që ka qenë Krishti në kohën e vet. Kompliment, super kompliment ky që i ke bërë. Prit pra të kanë vënë në kurriz një peshë shumë të madhe, ti i vun kryshin, ty ashtu dhe të kanë thënë që kjo është rruga që do ngjisesh. Pra do ta kalosh këtë kalvar, je i detyruar ta kalosh tërë këtë kalvar. Dhe nëse mbrit deri në fund gjallë, një ditë ti mund të rikthehesh edhe të jesh i pari. Por duhet mbresh gjallë. Se deri atëherë ti edhe mund të kesh vdekur, siç në thojza, siç vdiq Krishti. Dakor. Dhe kudo që të ecësh ti vetëm gura do hashesh te kjo rruga, te Golgota, ti vetëm gura. Kudo të ashtu do të vinë gura nga gjitha anët. Më shikonte dhe nuk e kuptonte kur ja thoja këtë. Dhe tani ndodhet në këtë fazë. Tani po i përjeton edhe historinë e shejtanit nga shishja, edhe historinë e përdunimit kadiut, po mbi gjitha gurët që do vazhdoj të i hajë gjatë gjithë kohës. Po kadiu në të rast kush është? Gjyqësori është kadiu. Ta se ishe një person. Gjyqësori është kadiu. Tani, çështja është, prandaj thuhet kadiu. Kadiu është gjyqtari, gjyqësori. Rapi me i fjallë. Tani, çështja është që Erion Velia është ende pa akuz, por arsyeja pse është ndaluar gjithë dosja që kemi lexuar etj. Ka të bëjë me disa lidhje me supozuara me disa biznesmen dhe me pasuri të padeklaruara. Dhe është e qartë që në momentin që ky gjyqësori, i cili është vënë Erion Velis dhe do shkojë t'ia numërojë çdo detaj. Pra se këta janë ata gjyqtarë që kaluan dhe prokurorë që kaluan vettingun nga ana e tyre. Besoj që të kujtohet që kur bë vettingun ndaj gjyqësorit dhe prokurorëve, domethënë kanë shkuar i kanë numëruar edhe gjilpërat të shtëpia. Tani në këtë proces ndodhen edhe këta që janë nën akuzë. Në rastin konkret, kemi të bëjmë me kryetarin e Bashkisë Tiranë në detyrë. Pra kryetarin zgjedhur në detyrë që është pavarësisht është burg, ai është kryetari i Bashkisë Tiranës. Dhe ç'a bëjnë? Ata do shkojnë tani ti marrin. Besoj që e ka bërë prokuroria e posaçme. Çdo deklarim, çdo shpenzim, çdo lidhje, çdo dokument, çdo informacion të verifikuar, të pa verifikuar, siç është edhe ai i Nesti Angonit e tjerë, dhe do shkojnë ta kontrollojnë. Dhe sa herë ata gjejnë gjëra që ata mendojnë që mund t'i demonstrojnë në fushat, ata do t'i komunikojnë nga një akuzë më shumë. Në cilin Veliaj, që bëri gabim shumë në atë pjesën që nuk më ka dëgjuar kur i thash ngadalë që
nuk sulmohet gjyqësori se është vepër penale vete, është i detyruar që tani për çdo provë me gojë që do ketë prokuroria, pra institucioni prokurorisë, dhe që do paraqes gjykat, se kjo është një rrugë shumë e gjatë, prandaj thash Golgotën, është rrugë e gjatë drejt maj. Pra për çdo provë me gojë, për çdo dëshmitar, ai do duhet të ketë 2-3 dëshmitarë që të vërtetojnë të kundërtën. Dhe gjithashtu për çdo provë me shkrim, pra siç është rasti konkret, sepse nuk ka të bëjë vetëm me sekuestron e pronës, ka të bëjë me mosdeklarimi. Mosdeklarimi është një vepër penale. Fsheja është vepër penale, pastrimi është vepër penale, këto janë gjitha vepra penale, dhe duhet thënë se këtë kod penal, në reformën drejtësisë, s'ka qenë kështu më përpara, këtë e ka bërë kjo majorancë, kjo qeveri ku kryezotëria ka qenë dhe ministër edhe kryetar bashkie. Pra, për çdo provë, të mirë, të keqe, të pakëndshme, reale, jo reale, të supozuar, jo të supozuar, sepse duhet të themi që deri momentin e dënimit përfundimtar është prezumimi pafajësisë, pra ai dhe tjerët konsiderohen të pafajshëm, pra për çdo gjë, atij do t'i duhet pra nëse prokuroria ka nxjerrë një provë, atij do t'i duhet të nxjerrë 3. E kështu me radhë. Pra kjo është një luftë gjyqësore e cila do jetë afatgjatë. Dhe mendoj që prandaj them s'ka lidhje me zgjedhje. Kjo ka lidhje me fatin, sepse duhet ndajmë fatin politik nga fati juridik i Erion Veliajt. Fati politik i Erion Veliajt përfundon kur përfundon mandati i tij si kryetar bashkie. Në rastin më të mirë pas 2 vjetësh. Në rastin më të mirë, procesin i supozuar deri në apel për Erion Veliajt, ditën që do të çojnë gjyqi, do t'i ngrenë akuzën e tij. Po prit se ka këtë një gjykatë e lartë për masë sigurisë. Po s'ka lidhje, masa edhe sikur të ndryshoj gjykata e lartë masë sigurie, ai me këto gjëra që i ka ngritur prokuroria do duhet përballet gjatë. Po masë sigurie, domethënë gjykata mund të vendosë ta lejë të lirë për shembull? Jo, gjykata mund të vendosë ta lejë të lirë, ta kthejë. Do thotë ai kthehet në zyrë apo? Ta kthejnë në apel, ta çojnë ta lërë në burg, ta lërë që është burg, është para burgimit, po themi. Pra mund ta lërë në burg, mund ta çojnë. Nëse e lë të lirë, ai ka drejt kthehet në zyrë. Po ai ka drejt kthehet në zyrë nëse e lë të lirë dhe prokuroria vazhdon hetimin dhe do ta çojnë gjyq. Siç është Sali Berisha në gjyq. Tjetër gjë mo. Po pra këtë po them unë tani duhet ta ndaj. Po prita një sekondë. Ka lidhje kjo me atë? Jo, po një sekondë valla. Kullap, ta bëjmë bisedë apo? Po, patjetër. Ore, në qoftë se gjykata e lartë tani, në qoftë se këshon Erion Veliajt dhe njerëzit e tij, aq sa ka, ku i ka, nuk e di se kë ka. Dakor? Punojnë fort tani për ta bindur gjykatën e lartë, për ta bindur fort me argumente, që ai nuk prish prova, kështu që mund të lihet i lirë. Dhe në qoftë se ndodh ky opsion, specialistët që merren me këtë punë, juristët thonë është shumë e vështirë të ndodhi, por askush nuk mund të thotë me 100%. Ka 1% të vogël që mund ta lënë të lirë. Të lirë ore, jo arret shtëpie. Për masën po flas. Golgota fillon dhe shkurtohet. Rruga e atij rruga për lart me kryqin kuris. Prit, sepse është i lirë dhe vetëm zyrë. Ky është vlerësimi jot. Nuk është vlerësimi im, jo, po them çton specialistët. Por ky është vlerësimi jot edhe atyre specialistëve. Un kam një mendim tjetër. Po çfarë mendim se askush nuk e di ç'do bëj gjykata e lartë. Jo, pra un po të them që un kam një mendim tjetër. Nuk ka lidhje ç'do bëj gjykata e lartë me ç'do të ndodhi procesit. Po jo, proces, nuk thashun që kjo ndikon procesin. Un po them kjo ndikon politikisht, nga ana politike, nga ana njerëzore, nga shumë anë, kjo liron shumë atë, nëse e lirojnë. Unë nga ana njerëzore i uroj që ai dali nga burgu dhe nuk i uroj burgun askujt. Këtu jemi dakord. Por me akuzat që ka ngritur dhe me hetimet që ka prokuroria, rreziku dhe kërcënimi i tij është shumë i lartë edhe sikur të dalë. Sepse ata mund t'i kontestojnë pastaj prap prishje provash dhe ta rikthejnë prap në burg. Pse ka të drejtë Spaku ta rikthejë prap në burg momentin gjykata e lartë e prish masën arrestit. Ngret diçka tjetër, gjykata e prish mund ta prish masën arrestit për këtë punë, po siç u ngrit kjo akuzë mund ngrihen edhe akuza tjera në rrugë. Prandaj, atë thua do t'i ngrihen një akuzë tjetër për ta arrestuar. Po mund t'i ngrihen akuza tjera, kjo është një gjë tjetër, po mund t'i ngrihen akuza tjera ndërkohë. Kulla. Pra çështja është që e kuptova. Kjo është një luftë kaq e fortë, kaq delikate sa që duhet. Qetësi, terezi, mençuri, sepse ki parasysh që... Po duhen para tani në këtë fazë? Unë ta kam shpjeguar atë mendimin tim, atë historinë e Bletës. Jo, ma thuaj edhe një herë, se ti më ke shpjeguar, po në ekran s'ka vlerë. Mjalti, pra ka kaluar periudha e Mjaltit me Spakun,
jemi te periudha e dyllit, kur të mbaroj te periudha e dyllit, do filloj periudha e jashtëqitjes, e mbetjes. Po e qatë ashtu, po. Se s'po ta them. Mbletët, po, e bukur shumë. Kështu që tani do vim edhe te ajo periudhë, te jashtëqitjes. Aty pastaj do zbrazin çka kanë, domethënë. Çdo fekale me herë pa herë etj, sepse do jetë luftë e hapur me prokurorinë e posaçme. Dhe çështja është, ku jemi tani, periudhën e dyllit apo ka kaluar? Jemi te dylli. Te dyllit. Mjalti ka mbaruar me kohë, domethënë. Po parat janë te mjalti, janë te dylli apo janë te jashtëqitja? Fund te jashtëqitja. Pse parat janë te jashtëqitja akulla? Po sepse atje po more dënim 15 vjet, 17 vjet, që ndihmon asgjë. Çojmë burg edhe jashtë thjesht, nuk ka. Unë them tani për vllatë vendimi do marrë masë sigurisë. Ore vendimi s'ka më, vendimi masë sigurisë është nuk ka vlerë thua ti. Është një gjë shumë e vogël. Dhe po e nxorrën do jetë një gjë shumë e vogël. Unë e kam dëshirë që ta besoj që do e nxjerrin, po dhe po e nxorrën. Pra po të them është një gjë shumë e vogël, sepse lufta që ka ai është lufta është përpara dhe malore është shumë e lartë. Marsit, ku është Sebastiani mo? Po shoku jon Bushati erdhi. Më duket se s'vjen ai. Do ketë haruar. Dhe ka shumë Haron. Dhe ka shumë të vështirë. E ka shumë të vështirë sepse këta kanë patur kohë të hetojnë, të nxjerrin, të supozojnë etj dhe kjo nuk është një luftë që fitohet as me statuse në Facebook, as me reagime politike. Kjo është një luftë që fitohet ashtu siç thash, me durim, me qetësi dhe me prokurim, pra është në pozitë shumë të vështirë. Është brenda, është në rreth shtëpia, është jashtë, luftën e ka atë. Kam një pyetje tjetër tani, se do më shpjegosh sa të bjerë gongu në orën 10, do më shpjegosh pak pse i sekuestruan garazhin që the dhe atë apartamenti lart, po pas kësaj. Le të bëjmë xhiron Dorolan urgjent. Shish na thot Dorolani më burr. Të gjithë ju që keni dhimbje nga mesi, nga shpina, nga nga kurrizi, nga ndroni mor 2 shek, ndroni urgjent 2 shek, se do shpëtoni një herë mirë, shikojnë çfarë. Preci Lexheri. Ka lançuar Dorolani më në fund ofertën Preci Lexheri, zonja Zotin. Dorolani që është një super brand italian, mbi 2000 dyqane në gjithë botën, mbi 55 vjet eksperiencë. Në Shqipëri tashmë ka ardhur prej kohësh. Nuk po ju futem informacione teknike çka ky 2 shek ose këto 2 shek Dorolani, se janë disa që mund të zgjidhni. Urgjent tani keni 50% ulje, Preci Lexheri, çmimet e lehta. Dormire bene vive remedio, thot Dorolani, per. E gjeni ose te rruga e Kavajës poshtë Kuzbret, prap përballë Deli Orgjit, kompleks Deli Orgjit, atje dini të gjithë, lexon Dorolan, ose e keni kur jeni në autostradë kilometri 12 ke një qendër tregtare që quhet Prestige Home, e gjeni dhe atje. Bravo Dorolan, perle pa parë. Unë kam shfutuar për veten ato 2 sheqe. Jeni të vonuar, urgjent, tani është momenti, urgjent. Me që jem të shtëpia Ledio, le të kujtojmë se shtëpia ku ne flëm ka Dorolan, po ndërkohë makina ku ne flëm gjithashtu për paselet e nëzë. Themi sërisht me të njëjtën fabul Ledio, dhe këto minuta që kam mbetur me kullën, kemi dhe 5 minuta fix. Go! Çfarë dim për këtë apartament? Sepse gjithë dynjaja ka menduar që ju sekuestrua, është sekuestro preventive, sigurisht nuk është se ju morë. Konfiskua, jo, konfiskimi vjen me gjyq me proces aty. Sekuestrim, do të thënë, pa preventiv, i përkohshëm, derisa të merret një vendim. Dhe të gjithë menduan që i kanë sekuestruar shtëpinë, pra ku ky banon me gruan dhe me fëmijën. Në fakt i thua jo, kanë sekuestruar një apartament mbi atë. Një apartament mbi atë. Po çfarë, pse pra kulla, pse? Sepse këta thonë që apartamenti është i çiftit Velie. Ta thonë që apartamenti është i çiftit Velia dhe që kanë prova për këtë dhe një garazh që ata kanë shku, kanë bërë kontroll, kanë thirrur dhe atë aktorin që ti përmende përpara në 1-2 herë për të. Unë se mbaj më dhe emrin tani atje, shikon? Harova emrin. Edhe tani çështja është që këta pretendojnë që kjo është e tij dhe tani unë nuk e di që çfarë të them, di që me letra ajo është e kompanisë që ka ndërtuar. Pra që ka agensurës atëre, e kompanisë. E ndërtuesit. Po, e kompanisë, jo agentit privat. Edhe njoftimi i prokurorisë thotë që kjo është e regjistruar është në emër të kompanisë. Po si e provojnë që është Erion Velia? Se di, kanë ata provat, nuk e di, si kam lexuar, duhet t'i kenë avokatët, avokatët e Erion Velis kontestojnë, thonë nuk është Erion Velia, dhe ashtu. Ata thonë që ishte apartamenti sipër dhe është bërë një ashtu për të qenë bashkë një duplex. A, pse është bërë duplex? Kështu thonë ata. Përkohë që këta thonë që ne s'kemi lidhje, apartamenti jonë është ky, ajo është tjetër gjë tash. Kjo punë do ta shohim, prandaj them kur të vite
me që ka kalu mjalti dhe jemi të dylli, kur pite ajo faze 3 e jashqitjes, aty pastaj do shohim se çfarë do dalit, çka kanë më tepër, çka përgjime shkan, çka deklarata shkan e tjerë. Po ndërkohë Kulla shoh që Velia politikisht, edhe këtu para zgjedhjeve, bën një 2 deklarata shumë të qeta nga burgu duke uruar fitoren, pra thoshe do të gjithë votat për Edi Ramën, sepse ai e ndërton Shqipërinë andaj këtej, dhe ditën e zgjedhjeve bëri prapë një letër. Jo Gaviani i ka marrë këshillat e tua, duhet them. Çështja është kur i merr këshillat. Mori vonë thotë. Çështja është që duhet kuptosh ç'a të bëj. Jo, Gaviani ka ndryshuar komplet kursin pra. Po s'ka ç'a të bëj. Gabimi i tij ka qenë që ai e sulmoi prokurorinë e posaçme në pjesën fillestare. Unë e kam thënë që në fillim mos e bëj këtë gabim. As prokurorinë as gjyqësorin. Partinë tënde jo, s'ka kuptim domethënë, po as prokurorinë as gjyqësorin është luftë nervash deri në fund. Aq më tepër që pengimi i drejtësisë pastaj është vepër penale. Është i detyruar të jetë atë historinë e Golgotës ta përtypi me terezi dhe... Vetëm se super kompliment, po i bën atij njeriu, duke kruasuar me Jezus. Jo vetëm atij edhe kushdo, më edhe me të... Nuk e kishte vetëm për këto? Më çdo njeri që hyn atë fazë, si ka këtë hall, është i detyruar se kjo është rruga. Ti thua pra, po hyrën atë fazë, duhet të qepësh gojën të ulësh kokën apo jo? Jo, duhet të kesh nervat të forta dhe të jesh i duruar. Ndërkohë unë mendoj, unë si Ilir, mendoj që edhe masa e arrestit për Velien, edhe për Metën e tjerë, është e tepruar. Këtë e mendoj unë. Çështja është që këto ligje të reformë drejtësie e tjerë nuk e kanë bërë as unë, as ti, e bën këta. Qartë. Dhe tani po përballen me produktet e asaj që kanë bërë vetë. Se tani, këto janë ligjet. Ta prokurorët po i fusin burg me këto ligje që kanë bërë vetë. Po i mbajnë në burg me kodin e procedurës që kanë bërë vetë dhe me gjithë gjërat që kanë bërë vetë. Tash po përballen me këtë kosto. Tani me që po përballen me këtë kosto dhe me që ai këtë gjë e ka marrë si sfidë politike, se duket qartë që ka si sfidë politike, se po tisha unë e kisha shumë kollaj, unë kisha thënë ndërheqje, kisha thënë unë... Me qëra fjara, është dhe vështirë për shumë që ta shkarkoj kjo thuaj, Këshilli Bashkiak. Ligje shumë i qartë, Këshilli Bashkiak se shkarkon dot? Jo, e shkarkon, qofse mungon 3 muaj pra, po duhet të vërtetoj. E shkarkon Këshilli Ministrave. Jo, Këshilli Bashkiak, ma është ligje, se e pa shumë. Këshilli Ministrave... Tjetër gjë pra, po për arsye në qofse ai bën një gjë të tmerrshme, kapet flagrante, kështu nuk ka lidhje. Këshilli Ministrave... Këshilli Bashkiak me kërkesë, vlla. Këshilli Bashkiak mund të bëjë kërkesë për ta shkarkuar atje, po Këshilli Ministrave shkarkon. Dhe Këshilli Ministrave ai ka drejtën pastaj të shkojë. Ti ç'pana shikon, Ramsi do bëj zgjedhje parakoshme, Ramsi 4 do bëj zgjedhje parakoshme në Tiranë apo jo? Unë mendoj që Rama do jetë shumë i kujdesshëm politikisht, edhe me prokurorinë e posaçme dhe me... Këtë jam duke... Unë mendoj që nuk do nxitohet. Pra do lëj, pra bashkia do vazhdoj të drejtohet nga këta. Unë mendoj që nën kryetarja Anuela do vazhdoj të jetë kryetare dhe... Deri në 2027. Se di deri në 2027, se duhet parë, kur ngrihet akuza... Derisa të dënohet me votim do shohim kur ngrihet akuza, ose kur ngrihet akuza do shohim ç'a akuzash do t'i ngrenë. Qofse akuzat janë këto që janë ashtu, atëherë ka gjithë drejt gjithashtu. Qofse do ngrenë akuza më të... Akuza apo kur t'i japë kur marrë vendim gjykata? Jo, kur ngrihet akuza, kur vendimi i gjykatës vjen shumë vonë që mund ta dënohet. Kur ngrihet akuza, do shohim se ç'a akuzë ka ngritur. Qofse Rën Velisi ngren akuza të rënda si grup kriminal, ku diun historira të rënda e tjera, atëherë do shohim çfarë reagimi politik do ketë kjo parti që është pushtet. Po deri sot akuzat janë këto që janë korrupsion, aktiv dhe pasive dhe ata biznesmenët e tyre dhe mos deklarim, pastrimi produktit e këto historitë e tjera që kemi parë. Nëse do shohim akuzat të tjera, atëherë do shohim se cila do jetë qasja politike e qeverisë, po e ka shumë të pamundur që ta bëj tash pa parë ç'ndodh më vonë. Kullën do e të lirë tani, po ja për çfarë folëm ne me Kullën sot, që në orën 9 darkës në zotëri, Ledio e ka gati imazhet, shikoni, imazhet nga një operacion që u bë dje në Gjirin e Larzit. Folëm gjithashtu dhe për operacionin e 2 ditëve më parë, 3 ditëve më parë. Kur ndodhi kjo, Kulla? Parasatisht ndodhi ajo tjetra e antimafia. 3 ditë dhe kjo ndodhi dje. Kurse ajo tjetra 3 ditë. Ja, Ledio i ka imazhet, ti vëm edhe një herë Ledio imazhet që duket si një lloj filmi në fakt. I ke Ledio? I ke imazhe thjesht për të kujtuar. Ja ku janë. Vetëm iqe pak kashen. Policia, Vargas! Vargas, til! Vargas! Vargas! Afër detit. Njeriu që kërkoi Kulla quaj Xhevdet Plaku. Më rrin informacione tani që ai ka bërë një gabim, ka bërë një telefonat. Hajde këtu Ledio. Dhe
telefonata ka qenë përgjim pra ky Xhevdeti dhe është nisur policia dhe prandaj thash që kjo ka ardhur mbas të një nuk duhet ta verifikoj informacionin, po sa më mbriti ky informacion. Takomi të prenden kulla. Ishte kënaqësi. Nëse s'ndodh ndonjë çudi. Nëse s'ndodh aksident rrugës. Ledio, bëjmë një pauzë apo të vinë direkt të ftuarit e tjerë? Ikim për i pauzë. Bëjmë një pauzë, para se vemi në pauzë, dua t'ju kujtoj që pas pak në studio do jetë Andi Bushati, zonja zotrinj. Një kritik i ashpër i qeverisë, po në fakt jo vetëm, i qeverisë. Gjithashtu një